Çmimi I ulët I perimeve ka ngritur në një protestë mes ditën e sotme 10 fermerë të bashkisë së Roskovec dhe Dimal, ndërsa kanë hedhur për tokë arkat me domate dhe tranguj në kryqëzimin e fshatit Suk në Roskovec. Ata një zëri kanë bërë thirrje shtetit të mos I braktisë. Fermerët thonë se aktualisht domatja shitet me 70 lekë për kilogram nga 120 që duhet ishte çmimi, ndërsa theksojnë se trangulli në këtë periudhë dorëzohet pa çmim, pasi vlera është tepër e ulët, vetëm 20 lekë. E ngrin çmimin pikat e grumbullimit nga 500 çoj 1200 një ditë, pastaj shesën mall që kanë 1200 lekë sa shesin, neve na ulin çmimin çoj 400 lekë, 300 lekë, është tallje. Të marrësh domatën sot me 600 lekë kilogramin e shtupi zotit. Kur ti në Tiranë minimalisht ishte 1000 lekë. Domatja që 1200 lekë, vati 600 lekë për një ditë. Shteti nuk do t'ja di fare. Vjen këtu na marrin telefon, "Kë do votosh soti? Kë do votosh kësaj radhe ti?" Ja votimi, ja të ashtu votimi. Ne jemi të papërfillshëm, po është e papërfillshme se ne kemi 10 vjet se merrem me sera. Kështu që këtu duhet vejë do shteti. Shteti duhet të intereson fare se ç'a heqim ne këtu. Vjen vetëm për pjesë votash, këtu duhet ishte edhe kryetari I bashkisë. Sipas tyre kjo situatë ka vënë në vështirësi serioze pasi çmimi I ulët nuk arrin të mbulojë dot as kostot e shpenzimeve. Po shumë të vështirë se plera, toka me qera, ç'a do bëjmë? Kredi. Tam që 50.000 euro kredi, ç'a do bëjmë? Do marr di 6 herë do ikim. Tani me 200 lekë ne nuk marrim dot as lekë që kemi hedhur. Se dolën nar plerat gjitha, punëtori njëra tjetra, ne nuk kemi asnjë lloj interesi të mbjellim me. Sipas prodhuesve, kjo është një lojë e përsëritur e pikave të grumbullimit. Ata këmbgulin që ndërhyrja e Ministrisë së Linjës është etike pasi djersa dhe mundi po ju shkon dëm. Sipërfaqet e mëdha me sera në këto zona luajnë një rol parësor në ekonominë e fermerëve, por mungesa e vëmendjes nga shteti dhe problemet me të cilat përballen I ka demoralizuar.